Edhe këtë informat falë se po e zgjas pak, po është shumë e rëndësi. Hulumtimet që kanë bërë, prap një mjek perëndimor, më duket amerikan është, para mendonim. Ai ka bërë hulumtimet tek musliman. Dhe ka pasur në ditën e 20, po arrihet një pastrim i trupit, një detoksifikim, thuajse i plot i trupit. Çka po mbetet mas ditës 20? 10 netësh i fundit. Do të thonë, ajo kur shpirtërisht njeriu është veç lart. Interesante kjo. Po. Dhe ju duke sqaruar këtë çështjen e tretjes dhjamore në të gjithë organizmat tanë, edhe në varësi të moshës, varësi të shumë rrethanave tjera, e vuajnë këtë shtresën e dhjamit, edhe nuk e di nëse mund të klasifikohet ndër begatitë e shumta të Ramazanit, që gjithmonë në artikulimin e hoxhallarëve është që gati nuk numërohen, kështu e keni, e kupton? A mund të futet edhe kjo begatia që pikërisht në ato 30 ditë ti ke fatin të shkrish dhe dhjamrat? Efekti anësor, edhe kjo është nga efektet anësore.